Mish Prizmus, Sali Berisha si pensionist i Florirët që është, do paguaj $6 milion për lobimin e tij, nga $250.000 në muaj, $250.000 në muaj, lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i hequr non gratën. Është sfida e jetës tij. Kaq shumë i ka djegur, kaq shumë e ka coptuar kjo non grata e Amerikës, që për mua nuk është asgjë fare, ai është një vrasës. Ai ka vrarë në Shqipëri dhe unë duhet patjetër të besoj se e rëndësishme është non grata e Amerikës. Ai është vrasës i 21 janarit, vrasës i Gërdecit, dhe unë duhet patjetër që ta kem problem punën e non gratave në Amerikë. Imagjino çfarë derbederi, çfarë fashist komunisti është, fasho komunisti i çmenur dhe i qelbun është një si Sali Berisha. Megjithatë ai do paguaj 2 vjetërësh nga $250.000, edhe thotë do t'i paguaj një no name, no face atje, se mërgata jonë ka akoma më të qelpsina se që kemi këtu brenda ne, që merrin për sipër, demek, në paret e korrupsionit, e paret e maskarellekut Sali Berishës, që u dashkat besojmë ne që për Partinë Demokratike paguan një aty. Dhe çfarë? $6 milion për t'i hequr non gratën me administratën e Mark Rubios. Tash ju besoj e kuptoni se kuj ka hallet Sali Berisha. Kush është halli i Sali Berishës? Ai nuk ka hall këtu se ka vrarë njerëz, se ka bërë korrupsion, se merr zvarr një popull, se e vret atë kur del në protestë, bile pa protestuar. Ai ka hall të heqë non gratën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo është arsyeja. Është njeri i lindur për t'i bërë keq gjithë shoqërisë shqiptare dhe këtij vend. Por nëse vazhdon akoma më gjatë, ai e meriton që t'ja marrë zvarr, ta fusin luftë civile, ta vrasi akoma më keq se çka ka vrarë në 97. Nuk e di do ta lejojnë, po majmun që i shkojnë mrapa, derbeder dhe maskare që i shkojnë mrapa sigurisht i ka. Kjo është e sigurt. Gjysma janë se duan në një vend, gjysma tjetër se kanë po të njëjtin mentalitet folk bolshevik si Sali Berisha. Tjetra, shkon Pogradecët dhe thot, zhdukim varfërinë ekstreme dhe mjerimi nga Pogradeci. Gjua e urrejtjes, gjua e shtrëmbrimit të Shqipërisë, e shkatërimit të figurës së saj, sepse ky do që të vinë pushtet, është palaçolleku, maskarelleku më i madh i Sali Berishës. Ai ka shpallur mjerimin, varfërinë në Shqipëri në mënyrë të pashoqe. Edhe këtë sigurisht jave atyre që janë pushtet, jo vetes tij. Ne para 2013 nuk kishim varfëri, as kishim fukarallëk, as kishim asgjë se na jepte tanin Sali Berisha. Përveç se na vriste, na linte ato spitalet që ishin njëni më i shëmtuar se tjetra, hapte fakultete qelpsina, i moraliteti, dhe sigurisht kishte kontributet e tyre, çdo sportel ishte korruptiv, aq sa nuk bësh më. Tash ky edhe vetëm që do t'i kthej sportelet, po do ndryshojë edhe gjërat që janë vendosur po prej tij edhe me 84 veta si deputet. Po Pogradeci është me të vërtet pjesa e varfërisë ekstreme. Ai sa nuk gjen një dhomë me 50 euro, janë 60 euro e sipër. Në Pogradeci është varfëri ekstreme dhe pogradecarët ta gëzojnë Sali Berishën për varfërinë ekstreme që kanë. Ekstremisht varfër pogradecarët. Ato që përfaqësojnë, nëse tjerët nuk janë me të dijen Pogradeci ai do rrihet si gomarin duan, por problemi është se ata që janë me Sali Berishën janë ekstremisht varfër në tru, sigurisht. E fundit që desha të trajtoja është problemi kryesor që ka Sali Berisha. Është një nga problemet themelore të tij, që unë sigurisht e përcaktoj në këtë lloj mënyre. Sigurisht për programet. Ai thotë që kam program, edhe unë e definoj në mënyrë të tillë. Nuk është program partie, instinkti primordial, shtazarak, i shkatërimit të asaj që tjetri ka ndërtuar. Nuk është program partie, premtimi global, ylberist, bolshevik. Ulje takse, rritje shpenzimi, ulje privati, rritje shteti. Nuk është program sponsori shtet, që i merr shoqërisë që punon, dhe ju e jep atyre që nuk duan të punojnë as tokën e tyre.
Nuk është program partie deliri me shifra 200, 1200, apo përqindje 7, 10, 20, pa arsyetuar si dhe pse. Nuk është program partie amoraliteti i shpalljes së prishura të ligjësisë dhe reformave që janë me mbi 80 apo 90 deputet ku ishe edhe vetë. Nuk është program partie deliri që nuk shpall asnjë reformë në arsim, shëndetësi, drejtësi dhe aspektin social. Asnjë reformë. Në programin e Partisë Demokratike të Sali Berishës nuk ka asnjë lloj reforme. Punësimi dhe integrimi nuk bëhet fjalë se mund të jetë program që është sigurisht në fokus dhe sigurisht në përbërje të asaj që konsiderohet edhe mentaliteti djathtë. Ai po bën armikun e kundërshtarit me fjalë kriminal, mafje, apo do zhdukim këtë dhe atë. Po ky është program neobolshevik. Të gjithë paudhët që përkrajnë një delir të tillë janë thjesht individ që duan post deputeti. Po kemi dhe rufjan të tillë edhe në Shkodër. Bile fillojnë nga 30 vjeç e marrin deri ke 50 sa vjeçët. Por Sali Berisha vetëm program nuk ka. Çdo marrëzi e tij është mllëf dhe poshtërsi degradi mendor e moral i mykut që kanë trut e tij prej folk bolsheviku. Kapaciteti mërbozit qenit enverist, por pa aftësi qytetare e shteti kontrollues që kishte ai, pikërisht në shekullin 21. Ky është programi i Sali Berishës. Sali Berisha ka vetëm një program. Shkatërimin e shoqërisë shqiptare, shkatërimin e Shqipërisë, shkatërimin e shtetit shqiptar, shkatërimin e njeriut shqiptar. Përgatitjen e njeriu i cili është pa fe, pa besim, pa moral, neobolshevik, njeri i acaruar që do vetëm të keqen e vetes dhe ati që ka përballë mbrapa anash kudo si shoqëri. Ky është programi i Sali Berishës. Sali Shiqere Berishës. Ky është vetë Sali Berisha, ky është mentaliteti i tij. Ai këtë program ka. E ka pasur gjithmonë, ka shkatruar vendin 2 herë, e ka shkatruar në 97-ën, ka bërë grushteti në 98-ën, ka vrarë në 2008-ën, ka vrarë në 2011-ën, ka shkatruar të gjithë vendin moralisht, etnikisht, e ka futur në ngatërres me gjithë botën, ka ardhur gjithë bota që ta ndihmoj, ka vjedhur dhe ka gabitur sa ka mujt, ka mësuar gjithë shoqërinë shqiptare që të vjedhin dhe vazhdon të jetë enveristi i fundit, stalinisti i fundit në Evropë. Dhe për fat të zi tonin, ka akoma majmun, maskarej, delirant që e ndjekin pras.